Zëvendës kryeministre Balluku inspektoi një kompani bujësore Albasit që furnizon me shumicë pikat bujësore me inpute bujësore. Në të gjitha takimet që unë bëj me fermerët, dhe një pjesë të tyre unë i bëj me zëvendës kryeministrin me Dhimo, takojmë bashkë. Një nga problemet më të mëdha që kemi dëgjuar kohët e fundit është cilësia e farës. Sepse që të japësh një farë me cilësi jo të mirë dhe bujku të investohet në kohë për ta mbjellë dhe për të pritur që të ketë rezultate dhe rendimenti të jetë shumë i ulët, atëherë kjo është me të vërtetë, domethënë për ata është problem jetik. Kështu që kjo që po thua ti është shumë interesante, pra ti para se ta ndash me ta, ti bën testet një herë, ti ke parcelat e testimit. Nga ana tjetër, në fjalën e saj, zëvendës kryeministre Belinda Balluku theksoi se do të subvencionohet mbrojtja biologjike në mënyrë që produktet shqiptare të hyjnë në supermarketet e Evropës. Kjo është ajo që ne synojmë. Ti e di që qeveria shqiptare synon që në 2030 ne të arrijmë 1 miliard eksporte bujqësore. Sot jemi 540 milion. Këtë vit ne synojmë që të subvencionojmë edhe mbrojtjen biologjike. Pra përveç pjalmimit me blet, ne duam që të kalojmë tani një etapë tjetër, ato që na garanton mbrojtjen biologjike dhe që jep mundësi produkteve shqiptare që të futen në përsupermarketet e Europës. Objektivi i qeverisë shqiptare është që deri në vitin 2030 të arrijë 1 miliard eksporte bujqësore. Interesuar për këto inovacione si